kujtojmë gjithmonë që thoni gjithmonë në fakt që do bëjmë detyrën dhe nga ana profesionale, por sa e vështirë është të ruash balancën dhe të ruash anën profesionale përpara asaj emocionale në një sfidë si kjo. Çfarë ambienti prisni aty? Përshëndetje. Si thënë ju, do jetë një ndeshje shumë e vështirë. Është një ndeshje vetmitare, ta themi si të gjithë e thojmë deri tani. Ne si tha dhe Juliani, jemi profesionista, sigurisht jemi mësuar me presionin, se cili ke ekipi vetë. Objektivi është marrim 3 pikëshin, se dimi sa rëndësishëm do jenë për vazhdimin për endër tonë të ikim botror, dhe kështu duhet me përgatit në mënyrë më të mirë për të marrë fitoren. Qazim, me klubin tënd fundjavë dhe 2 asiste, besoj se e ke kapur edhe formën tënde optimale që nga fillimi i sezonit ka kaluar edhe ato ndeshje shtatorit. Si e shikon veten në këtë takim, sa mund t'japësh, ndoshta do kthehesh ai futbollisti të japësh asistin për atë gol të vyer që do na duhet në Serbinë, si e mendon? Patjetër kur jemi me kombëtarën, duhet me thënë gjithë ka më shumë kur je ke për detyrim, se përfaqësoni kombë. Sigurisht në këto ndeshjet e fundit me ekipin, po dhe me ekipin kombëtare, kam dhe maksimumin për të jap sa më shumë kombëtares dhe të marrim fitoren, kështu dhe vazhdoj dhe shpresojmë një fitoren në Serbi. Laçi, gjithmonë pyetja kur luajmë ndaj këtij kundërshtari është pothuajse e njëjta. Si përjetohet një ndeshje e tillë pavarësisht faktit që po shkon drejt një rrjedhe të qetë, pra emocionalisht është një ndeshje jo si gjithë të tjerat. Ju vetë si po e përjetoni? Patjetër, jam dakord me juve, do ketë shumë emocione kjo ndeshja, po ne si profesionista duhet të jemi qetë, të kemi shumë përqendrim, duhet shikojmë çdo detaje, se ajo do jetë besoj kiçi i kësaj ndeshje, se detaja do bëjë diferencën, dhe aty do fokusohemi për të marrë 3 pikëshin. Ne e dim që ju jeni profesionist, që jepni gjithçka edhe kur luhet kundër Gibraltarit, edhe kur luhet kundër Anglisë, edhe kundër. Po sipas teje, kush do të jetë Chelsea i kësaj ndeshje? Do të jetë presioni mbi serbët apo do të keni dhe ju presion mbi shpatullat e tuaja, duke ditur që është ndeshja vendimtare për të kapur atë ëndrrën e Amerikës. Dikur njerëzit kishin ëndër të shkonin në Europë dhe në Amerikë, dhe sot e kanë ëndër për një vizë, ndërkohë që ëndra e futbollit kalon përmes jush në këtë finale. Pra, a e keni presion, a ndjeni presion? Kjo është pyetja. Përveç asaj që jeni profesioniste, jepni gjithçka, kjo nuk diskutohet, nuk e ka vënë kurrë asnjë dyshim këtë. Shikoni, nga ana jon gjithmonë ndeshjet i shikojmë me çfarë kundërshtari lozim, se dhe kundërshtari që kemi përballë është një kundërshtari i fortë, po ne, sidomos që ndeshja e parë kur lozëm në Air Albania këtu, kemi treguar si edhe presionin, si po thoni dhe juve para ndeshjes, nuk besoj e kishim në atë ndeshje, se treguam si kishim mundësi me fitu atë ndeshjen, pavarësisht se doli barazim. Ne, nga ana jon, atë që thashmë përpara, duhet me qenë i përqendruar dhe të shikojmë çdo detaje, pse ajo do bëjë diferencë, besoj, pse do jetë një ndeshje dhe për dy ekipet si do jetë të mbyllur, ta them kështu si ndeshja e parë, por ne, pse kemi në dorë tonë, do futemi nga minuta e parë për të marrë 3 pikëshin. Laçi, luajmë në një stadium me kapacitet të reduktuar, me një Serbi që ka dhe mungesa. Nëse sot që flasim, si ishe shanset për fitore? 50-50, apo ndoshta këto faktorët e fundit janë pak në favorin tonë më shumë? Ato do t'i laj për juve, ti keni këto statistika. Ne sigurisht do jetë pak në ndryshe tani. Ne presim një ndeshje të fortë. E dim si Serbia ka ndeshjen e shtëpinë e tyre. Nga ana jon
si thash më përpara, të përgatitemi për të marrë 3 pikin, edhe ajo ka shumë rëndësi, se do jetë shumë vetëm